Projekti për veshjen e fasadave të pallateve me sistemin kapot vazhdon të zbatohet në bllokun e pallateve të njohura si Pallatet e Komanit, pranë rrugës kryesore në hyrje të qytetit të Shkodrës, tek shkolla Koli Dromeno. Këto pallate janë parafabrikate të ndërtuara 45 vjet më parë për të akomoduar familjet e punëtorëve të hidrocentraleve, ndaj edhe u quajtën Pallatet e Komanit. Qytetarët e vlerësojnë punën që po bëhet dhe theksojnë se ata nuk do të mund ta përballonin financiarisht të proces të nevojshëm me të ardhurat e tyre. Ka të mirë se këta janë pallate parafabrikate, kanë pas nevojshme, një veshje se këta, që është bon, punë shumë e mirë. Shon kosta në altë, vetë mi bon. Ne i kena bon, dikush, disa i kanë bon, që kanë pas pare, po, tanë nuk e kanë mundësin mi bon. Ne hala se kena pravu, që thonë janë për të ftoftë, e majnë temperaturën, edhe për të zetë, e rujnë temperaturën, mësë me hitë zeti. Kështu në kanë thonë, hala se kena pravu, të shta u vune, të shpa shumë, rezultatin po. Si dhe qoftë, një veshje e tillë e bukur, e mirë gjatë madhe është. Ndërkohë punimet vazhdojnë edhe ditët e diela nga punëtorët që po zbatojnë drejt për drejt këtë projekt të financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Shkodër. Është e domosdoshme që edhe kompanitë e kablove dhe OSHE të ndjekin nga afër këtë proces për të sistemuar linjat sa më shpejt, me qëllimin për të shmangur vonesat e panevojshme.